Partia Demokratike si çdo 8 dhjetor nderoi lëvizjen studentore që rrëzoi diktaturën komuniste dhe një prej figurave kryesore të asaj lëvizje, Azem Hajdari. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, dy djemt të Azem Hajdarit, student të lëvizjes së dhjetorit, u përkulën para monumentit të liderit të studentëve në shenjë respekti ndaj një lëvizje që ndau epokat në Shqipëri dhe i dha fund shtypjes së izolimit të shqiptarëve. Djali Azem Hajdarit, i cili mban emrin e tij e ka lindur pak muaj pas vrasjes së babait, deklaroi se Azemi ishte i vendosur të ngrihej kundër komunizmit, pavarësisht se sa të vogla ishin mundësitë përfitore në ato kohë. Azemi ishte me konceptin që frika nuk ndalon as vdekjen dhe as humbjen, por frika mund të ndalojë fitoren dhe frika mund të ndalojë jetën. Djali Azem Hajdarit rrisoi disa prej momenteve më të tensionuara të lëvizjes së studentëve në ato ditë dhjetori të vitit 90 për të shpjeguar rolin e babait të tij në vendosjen e pluralizmit në Shqipëri. Dhe në ditët kur kaosi i momentit që solli kjo situatë dhe studentët u konfuzuan pak nga që ishin shumë njerëz, ishte shumë situatë impulsive. Studentët nuk po dilin nga drejtoheshin te pjesa që ku e dim ne që ti je me ne dhe ti mbron realisht interesat tona, dhe aty babai im hypi një shkallë më lart duke u kapte xhupat e shokëve të tij dhe la garant fëmijët e tij, Kirin dhe Rudinën, motrën dhe vllajën tim, duke thënë që unë lë garant fëmijët e mi janë aty, nëse unë ju tradhtoj juve, unë kam tradhtuar fëmijët e mi. Pak ditë pas lëvizjes së studentëve, në 11 dhjetor të vitit 90 do krijohej Partia Demokratike. E kryetari i saj i parë do të ishte Azem Hajdari. Por liderin historik të demokratëve, Azem Hajdari dhe studentët u sollën shqiptarëve lirinë. Ndaj sot mbarkombi shqiptar nderon 8 dhjetorin si datën më të rëndësishme gjatë në historinë e lirisë së tij pas shpalljes së pavarësisë së vendit. Me 8 dhjetor të vitit 1990, studentët liberator, engjujt e demokracisë, siç do t'i thrisnin ata, njerëzit më të shtypur të Europës, të udhëhequr nga prisi i tyre legjendar, Azem Hajdari. Por 8 dhjetori që solli rrëzimin e regjimit komunist është nderuar sot nga të gjithë krerët e shtetit dhe drejtuesit e partive politike, të cilët vlerësuan rolin e studentëve.